Sadiku, mendoni se shtatori do e ndezë dhe më tej frymën e protestës dhe a ekziston mundësia që zgjedhjet e përgjithshme të bëhen së bashku me ato vendore në vitin 2027? Kush ishte? Tit Sadiku. Zoti Sadiku. Mendoj që heroizmi, sakrifica e të gjitha atyre që prej 80 e sa ditësh mbajnë me guxim energji të madhe protestën kundër Edi Ramës dhe narkoregjimit të tij, duhet frymëzoj sot çdo shqiptar. Shfrytëzoj këtë rast për të bërë thirrje demokratëve të Tiranës, por dhe të mbarë Shqipërisë, por në veçanti të Tiranës, që të shndrojnë shtatorin me pjesëmarrjen e tyre në protestën qytetare në muajin e goditjes vendimtare të regjimit anti-shqiptar, të regjimit diktatorial, autokratik, të narkoregjimit të Edi Ramës, dhe të shkojmë si një kom drejt zgjedhjeve të lira të ndershme, të realizojmë atë që realizon Kosova në mënyrë të përsëritur. Ne jemi kombi vetëm rajon së bashku me serbët që zgjedhjet i grabisin diktatorët. Le të jetë shtatori muaj që të ndahemi përfundimisht nga kjo diktaturë. Prishila Sterkaj, studentët po vinë në Tiranë dhe po zhvaten nga agjencitë imobiliare. A do të kërkoni ngrirje qirash për studentët dhe a i ftoni të bashkohen në protesta për këtë çështje? Faleminderit shumë për pyetjen. Është e domosdoshme që jo të ngrihen, por të subvencionohen qerat e studentëve. Qerat në Tiranë janë të dytat më të lartat në Europë. Janë të dytat më të lartat në Europë. Dhe janë të papërballueshme. Këto qera janë një levë për shpopullimin e Shqipërisë, sepse kur të rritë nuk gjajnë mundësi sistemimi, nuk gjajnë mundësi të ndjekin në universitetin, marrën rrugë të botës dhe së bashku me tyre ëndrrën rinore që duhet ta ndërtonin në Shqipëri për ta ndërtuar në dhëna tjera. Dhe kjo ndërhyrje është e domosdoshme.